Përshëndetje, unë jam bardhi sekretare se do të jemi së bashku sot për të folur për një çështje të rëndësishme. Unë e quaj të rëndësishme për shkak sepse edhe në botë në përgjithësi, po edhe në Shqipëri, pikërisht ekonomia e gjelbër është bërë një temë debati, një temë diskutimi dhe janë ekspertët ata të cilët her pas here debatojnë për këtë çështje që është mjaft e rëndësishme. Ka të bëjë me ekonominë e qëndrueshme, ka të bëjë me perspektivat e kësaj ekonomie dhe përgjithsisht bota ecën në këtë drejtim, bota synon që të ketë një ekonomi të gjelbër, një ekonomi të qëndrueshme. Pse pikërisht ne sot do të flasim për këtë temë, për këtë çështje, sepse ka dhe disa ngjarje të rëndësishme apo dukuri të rëndësishme që lidhen me shtetet të ndryshme të botës. Fjala vjen jo vetëm Shqipëri, po sidomos Kina ka ecur me një teori e dy maleve, o koncept të dy maleve, që i kërkon edhe shteteve të tjera të botës, si ekonomia e dytë më e madhe në botë, i kërkon që të ecin në këtë drejtim, të fokusohen pikërisht tek këto element që ne do t'i diskutojmë me specialistët që kanë ftuar në studio. Është një temë e gjerë, nuk pretendoj që të rokem të gjitha çështjet që lidhen pikërisht me këtë temë, por do të flasim për thelbin e saj, do të flasim për mundësitë që afron një ekonomi e tillë në përgjithësi për ekonominë botërore, po pastaj pse jo dhe për ekonominë shqiptare. Kam kënaqësinë që të kem në studio profesor dr. Romea Anxharin, që është lektor në Universitetin e Tiranës. Profesor, faleminderit që jeni në emision. Alis Mustafa është menaxher e projekti për sipërmarrjen dhe inovacionin, është pjesë e Partners Albania. Faleminderit që je bashkë me ne. Dr. Lorenz Gordani është ekspert i ekonomisë së gjelbër, është këshilltar ligjor për investime dhe energji në infrastrukturë, pranë energji dhe infrastrukturë. Faleminderit Gordani që je në emision. Gjithashtu dhe Ardian Cani është drejtori i projekteve të energjisë së rinovueshme. Faleminderit që je në emision. Profesor, po nis me ju. Sigurisht që ka shumë teori që lidhen pikërisht me zhvillimin e gjelbër, që lidhen me mënyrën se kur ky koncept, po e them, është kërkuar që t'i përshtatet ekonomive të një vendi. Edhe këtu kam parasysh ekonominë botërore në përgjithësi, po pastaj pse jo dhe ekonominë shqiptare. Ju keni shkruar vazhdimisht, edhe i kam lexuar dhe temat tuaja, keni trajtuar dhe me studentët, po dhe konferenca të ndryshme, pikërisht nevojën për t'u ofruar një ekonomi të qëndrueshme që vjen nga zhvillimi i ekonomisë së gjelbër, ekonomisë rurale kështu me radhë. Në konceptin tuaj, çdo të thotë që ne të synojmë një ekonomi të gjelbër? Faleminderit për ftesën. Është një koncept i cili praktikisht është zyrtarizuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në konferencën në Rio +20 2012. Dhe ishte pikërisht koncepti i ekonomisë së gjelbër, green economy, në qendër të asaj konference, e cila vinte pas një recesioni të ekonomisë, kryesisht kriza financiare e tjerë nga 2008 e në vijim, kriza e cila vurin pak në, do thosha disi në dyshim vetë teorinë dhe praktikën e zhvillimit të qëndrueshëm, i cili ishte zyrtarizuar që në 1992 po në Rio, dhe që ishte kryeqendra e zhvillimeve edhe të politikave evropiane dhe në përgjithësi të vendeve të zhvilluara. Kështu që në 2012 unë kam patur fatin të jem atje me delegacionin e qeverisë Shqipërisë, se hartova draftin e raportit Country Report, financuar nga UNDP-a, dhe ishte përqendruar pikërisht tek hapësirat e ekonomisë së gjelbër. Arsyeja ishte që t'i jepte ekonomisë një impuls të ri, duke orientuar në një drejtim i cili të ishte sa më miqësor me elemente të tjerë të zhvillimit të qëndrueshëm që janë komponenti mjedisor dhe ai shoqëror social. Kështu që ekonomia e gjelbër që prej atij momenti natyrisht ishte elaboruar edhe më parë në Britaninë e Madhe e tjerë, po në nivel të politikave ndërkombëtare është aty për herë të parë dhe natyrisht që prej atij momenti pastaj ka qenë Bashkimi Evropian lokomotiva e këtij koncepti dhe praktike, dhe është gjë jashtëzakonisht e mirë që edhe Kina si një fuqi ekonomike dhe geopolitike në botë të promovojë këtë koncept edhe brenda ekonomisë vetë. E quajnë koncepti i dy maleve dhe e fokusojnë si një koncept që udhëheq transformimin e shoqërisë në Kinë, shoqërisë ekonomike të Kinës. Mbush 20 vjet këtë vit. Çfarë mund të sjellë dhe çfarë synon të sjellë këtë koncept? Shumë rëndësishëm, siç ishte rëndësishëm për shembull bashkangjitja e Kinës me marrëveshjen e klimës në 2015, tashmë me potencialin që ka për energji të ripërtëritshme për shkak të kostos së ulët të fuqisë punëtore, për shkak të lëndës së parë, pra rezervave të mineraleve të rralla e tjerë, transporti drejt automjeteve me bateri, energjia, prodhimi i energjisë ripërtëritshme fotovoltaike kryesisht e tjerë, ku Kina është
përshndrohet në një fuqi parësore në botë dhe që është e mirëpritur natyrisht edhe për kontekstin ton evropian, edhe në kuadër të përpjekjeve të Shqipërisë për t'u bashkangjitur marrëveshjes së gjelbër të Bashkimit Evropian që u shndrua edhe në rajonale në Bullgari. Pra ne kemi detyrim që të ecim në drejtim dhe Kina natyrisht që është një shembull shumë i mirë dhe një burim në fundit teknologjie edhe materialesh me të cilat ne mund të ndërtojmë rrjetin ton të energjisë ripërtëritshme. Po i drejtojmë Alisës. Alisë, ti sigurisht menaxhon projekte që lidhen me sipërmarrjen dhe inovacionin. Edhe fokus jam i bindur që duhet të jetë edhe jo vetëm thjesht ekonomia e gjelbër, po energji e rinovueshme, riciklimin dhe kështu me radhë. Në një koncept tuaj te Partners Albania, çfarë sugjerohet t'ju jepet biznesit, çfarë ju ofrohet biznesit shqiptar, sipërmarrjeve shqiptare apo qoftë edhe atyre që janë në Shqipëri, që lidhen me këtë konceptin e ekonomisë së gjelbër? Si fillim ju falenderoj shumë për ftesën, për të qenë pjesëmarrëse në këtë emision. Ne te partnerët Shqipëri në fakt kemi një fokus të veçantë tek bizneset e gjelbërta dhe tek sipërmarrjet sociale, por që janë të gjelbërta. Ne i quajmë sipërmarrjes të gjelbërt social. Që prej vitit 2012 në fakt jemi zbatues të konkursit të bizneseve të gjelbërta, ku financohen ide biznese të cilat janë miqësore me mjedisin, por jo vetëm miqësore me mjedisin, por janë në përputhje me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, 9 prej objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm që lidhen specifikisht me të qenit miqësor me mjedisin dhe me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, por patjetër dhe me impaktin që mund të kenë në komunitet, integrimin social, inovacionin edhe elemente të tjerë që lidhen me ekonominë e gjelbër. Që prej vitit 2012 kemi zbatuar konkursin dhe kemi mbështet biznese të cilat shohin rivitalizimin e vlerave lokale, të traditave në zhdukje dhe fuqizimin ekonomik lokal edhe të zonave dhe komuniteteve të cilat mund të jenë më larg mundësive. Po ashtu kemi mbështetur edhe fal disa projekteve të tjera në fushën e riciklimit, ku më i fundit ka qenë projekti për riciklimin e qelçit dhe ofrimin e zgjidhjeve për pikërisht për mbetjet e qelçit edhe për paketimet e qelçit, ku 3 iniciativat tona të përbëra nga biznese të fushave të ndryshme ofruan zgjidhjet e tyre për të ripërdorur qelçin, por edhe për të ricikluar mbetjet e qelçit në disa produkte konkrete dhe në ofrimin e disa shërbimeve konkrete. Po ashtu nëpërmjet patjetër edhe të gjithë mbështetjes që në ofrojnë për sipërmarrjet sociale, ndikimi social dhe ndikimi në mjedis ka qenë ndër komponentët kryesor, ku ne ofrojmë jo vetëm mbështetje financiare, kryesisht nëpërmjet projekteve të mbështetura nga Bashkimi Evropian, por jo vetëm, edhe nga donatorë të tjerë, por ofrojmë edhe rritje kapacitetesh pikërisht për këta sipërmarrës, për këto iniciativa biznese sipërmarrëse, të cilat kanë mungesë ndoshta kapacitetesh për të vepruar, për të përmbushur edhe standardeve që janë në standardeve kombëtare të operimit, jo vetëm në tregun ton, por edhe për të shkuar në tregjet europiane, duke qenë kjo edhe synimi për të zhvilluar. Alisë, t'ju bëj një pyetje, meqense ju e njihni në përgjithësi pjesën që lidhet me këtë sektor, me ekonominë e gjelbër. Më intereson të di si e njihni ju konceptin e dy maleve, këtë koncept për cilën folë edhe me profesorin, pra çfarë i afron Kinës, po çfarë i afron në fakt edhe ekonomisë shqiptare, sepse ky është interes. Në fakt një koncept mjaft interesant me të cilin edhe për shkak të pjesëmarrjes në këtë emision më deshi të lexoja edhe pak më shumë dhe të thellohesha. Një koncept mjaft interesant duke parë se si një ekonomi industriale si Kina ka për të mundur edhe integrimin apo parjen dhe vendosjen e fokusit në zhvillimin ekonomik dhe atë mjedisor, të cilët mund të shkojnë krah për krah dhe jo të shihen si kundërshtar të njëri tjetrit. Dhe në fakt është një mundësi shumë e mirë edhe për ta replikuar, për ta zbatuar, por e kemi parë tashmë të zbatuar ndoshta edhe në iniciativa shumë të vogla në ekonominë shqiptare, kur pikërisht këto biznese, të cilat veprojnë këto sipërmarrje, të cilat patjetër përpiqen për zhvillimin e tyre ekonomik dhe mundësojnë zhvillimin ekonomik të zonës të komuniteteve, janë ide të cilat njëkohësisht kanë në fokus të tyre ruajtjen e mjedisit, të biodiversitetit, ndërgjegjësimin për ruajtjen e këtij mjedisi dhe nuk e shohin atë si konkurrent. Jo domosdoshmërisht shihet si diçka e cila patjetër që
do të shkojë dhe do të minimizojë në vetvete përfitimet ekonomike që biznesi do të ketë. Por shihen si dy shtylla të cilat ecin paralelisht dhe që ndihmojnë njëra tjetrën. Dhe mua më bëhet qefi që e kemi parë këtë të zbatuar konkretisht edhe në bizneset tona, të cilat mund të jenë të vogla, iniciativa sipërmarrëse tepër të fokusuara në ato komunitete, por që patjetër kanë një ndikim dhe një impakt në mjedis, por kanë një impakt social si fillim. Do i kthehemi përsëri edhe këtij qendrimi që keni me të drejtë, po do t'i drejtohem edhe doktor Lorenz Vordanit. Lorenz, para se të vija në emision përrezoja disa shifra që lidheshin pikërisht me atë sektor që ju e keni më përqef, që ka të bëjë me këshillimet ligjore në investimin e infrastrukturë, veçanërisht energjisë, infrastruktura Shqipërisë tjetër. Dhe shifra për shembull që Kina kishte ulur emetimin e karboneve, atë për cilën foli dhe Alisa, me 34.4% në 10 vite, apo qoftë edhe shifrat e tjera që kishin të bënin me kapacitetin e instaluar prodhimit të energjisë. Po flas më pas edhe me profesor Ardin për sa i përket energjisë diellore, po në një koncept po them makro. Çfarë do të thotë kjo gjë? Çfarë duhet të synojmë përveç këtyre rezultateve që ka Kina, çfarë duhet të synojmë ne në Shqipëri, bizneset tona, qeveria shqiptare? Po Bardhi, falenderoj pikërisht për inkuadrimin që ke bërë zhvillimit të sektorit energjisë në kuadrin global dhe rëndësinë që ai paraqet sot. Pikërisht Shqipëria ka kaluar në vitet e fundit, në 10 vjeçar e fundit, nga zero prodhim nga energjia diellore, gati në 1 teravat të prodhimit të energjisë diellore duhet të jetë brenda këtij viti. Kështu që mund të thuhet që nuk është një zhvillim i thjesht teknik që mund të ketë ndryshuar, por është një qasje të filozofisë në tërësi që ne kemi. Dhe kjo qasje nuk ka të bëjë me të parën thjesht të natyrës si pengesë ose por si një mundësi pikërisht për zhvillimin. Pra, zhvillimi duhet të jetë, po ta lidhim edhe me konceptin që po diskutojmë, konceptin e dy maleve, ujërat e kristalta, malet e harlisura, pikërisht nuk kupton që zhvillimi ekonomik duhet të ecë paralelisht me atë me mbrojtjen e mjedisit edhe me lënien e trashëgiminisë brezave të ardhshëm. Kështu që në këtë kuadër unë do të thosha që tani rruga është e qartë, thjesht duhet të ndjekim më mirë, pikërisht të mundsojmë për shembull për investitorët të urisim sigurinë, që investimet e tyre do të jenë të sigurta, nga ana tjetër duhet kërkojmë që investitorët përveç investimit të kujdesen edhe për pjesën e mjedisit që të kenë si thua edhe të ardhurat ekonomike, të kenë dhe përfitime, po të lejmë edhe një trashëgimi që është e qëndrueshme në afat gjatë. Po, profesor Erdian Çani, ju jeni drejtori i projekteve në fushën e energjisë së rinovueshme dhe sigurisht që ne kemi, siç e përmendi edhe doktor Vordani, tashmë kemi përvoja të mira për sa i përket energjisë së rinovueshme. Unë siç u thash, pash edhe pjesën që më dhënat që vinin nga Kina dhe aty energjia diellore ishte performancisht pikatur, rritur deri në 1.2 miliard kilowattorë. Vetëm pjesa e energjisë së rinovueshme. Sigurisht ne jemi shumë pak për shkak një vendi i vogël dhe pak një fushë e re, me të drejtën. Çfarë sugjeroni ju duke u nisur nga këto përvoja që kanë ekonomitë të ndryshme, ekonomia e dytë më e madhe në botë, apo qoftë edhe ekonomitë e tjera rrotull nesh që lidhen pikërisht me energjinë e rinovueshme? Më thanë edhe nga pjesëmarrësit domethënë këtu që pjesa e konceptet e dy maleve, pra ishte me kalimin e kohës u bë dhe si thosh qendra e strategjisë kineze për civilizimin ekologjik. Dhe ata patjetër që kanë bërë shumë përparime në këto vite, kush ka qenë atje, ka pas fatin sensin që të shkosh për punë, për panajire, për Ju keni qenë një që keni qenë drejt. Unë kam qenë para 2 vjetësh, pata fali ke panajire të ndërkombëtar të baterive, të storage, sepse kjo tani është një, le të themi, edhe çik themra akilit domethënë edhe për ne. Kina është vendi i parë në botë për sa i përket makinave elektrike me sa di. Po flas për pjesën e stokimit e ruajtjes së energjisë. Ka disa vite më që Europë nuk mund të mendohet dot një impiant fotovoltaik apo një impiant me eolik që nuk ka depozitim energjie. Drejt. Ama këtu që ne mungon legjislacioni akoma për i sakt për këto punë, pra është çik i zbet. Kjo e pengon fatikisht le të themi investimin, plus incentivat që do të kemi nga shteti për sa i përket kësaj është shumë e rëndësishme. Por të kthyer pastaj prapë ke Kina përtej asaj që u fol, ata gjithsesi kanë këtë pjesën e zhvillimit të energjisë shumë të madh. Biles ne tani jemi në fazën e implementimit të baterive në implantet tona dhe kompania kineze, të cilët ata janë nishat po pranë popullore, domethënë dhe janë ata që i prodhojnë gjithçka për sa i përket baterive. Janë ezauruar, pra treu kinez është me bateritë, pa ne po prandaj duan të hapen në gjithë botën me këto investime. Dhe këtu që ne e thamë të drejtë profesori që ka një avancim të frikshëm, le të themi, a thash në thonjza, por që do vazhdoj kjo pjesë e investimeve në energji, sepse ka dhe targete për
strategjinë e energjisë që qeveria ka bërë, por nga ana tjetër duhet që edhe sistemi i transmetimit, se hyn tash çik më teknik, kupton, të heci me hapet e duhura sepse nuk i ndjek dot pra privatin, edhe pse ne jemi nga që financuami nga ndërkombëtarët pjesën mjedisorë kemi diligjenca shumë të ashpra ke kjo pjesë, që do ndjekim hap pas hapi dhe kemi edhe monitorime një herë në 3 muaj për sa i përket respektimit të gjithë biodiversitetit që ne kemi aty, por që ideja është që në çdo kjo për sa i përket energjisë, kurse si model që Kina modeli 2 male, me që të themi ke modeli, pastaj mund të thashë më vonë, pas petin që mund të aplikohet tuke ne dhe e tha dhe profesori që mund të jemi një nga vendet ku mund të aplikohet, por ka shumë veçori tjera që mund të flasim. Ja për këtë ta pyesë profesori, meqense Kina thotë që janë 100 vende që na ndjekin pas, për sa i përket pikërisht kësaj përvoje. Duket që e kërkon vetë Kina këtë qasje që bota që e detyruar të shkojë drejt saj. Ka pasur probleme si thot me drejt Adi, por normalisht tani kërkohet që të ndryshojë diçka. Çfarë mund të përfitojë Shqipëria nga ky model dhe çfarë duhet bëjë qeveria shqiptare për të qasur këtij modeli që promovohet? E duhet ta bëjmë qartë paraprakisht që ne në aspektin e modelit të ekonomisë, në aspektin e objektivave të zhvillimit qëndrueshëm të 2015, objektiva 2030, në aspektin e politikave mjedisore, në aspektin e politikave sociale, standardeve, ndjekim Bashkimin Evropian. Ne kemi një model të shkëlqyer që është Bashkimi Evropian dhe që me të cilin duam të parafrohemi në të gjitha elementet që i përmendëm. Kina është një model shumë i mirë i faktit që mund të ndryshojë vetveten, malet e gjelbëruara, ujërat e kristalta janë indikator. Presidenti aktual thotë vetë ekologjia është ekonomi. Pra e lidh pak a shumë me këtë. Objektivi i Kinës për ta rimarrë veten dhe për të shndruar pse jo në një model është një gjë e shkëlqyer. Praktikisht është një model të cilin ne duhet ta shikojmë me admirim, sepse praktikisht pasojat mjedisore në Kinë janë shumë të rëndësishme edhe në nivel global, po edhe në nivel lokal. Pra, një nga elementet është ulja e gjurmës ekologjike të prodhosh më shumë me më pak burime natyrore dhe natyrisht me sa më pak, mundësisht zero impakt mjedisor. Kështu që është një koncept shumë i rëndësishëm. Shqipëria unë mendoj që mund të përfitojë në aspektin e teknologjisë, sepse duke qenë se e shikon ekologjinë si ekonomi, nxit teknologjinë, nxit inovacionin dhe rrjedhimisht nxit edhe uljen e çmimeve për gjithë elementet që diku. Ja, jemi në fushën e Alisës tani, sepse ne folëm për ekonominë, folëm për sipërmarrjen, Alisa është menaxhere për këtë punë. Alis, sa i qasen bizneset shqiptare ose sa ju ofroni ju biznesve që të bëhen pjesë e këtij koncepti, që është koncept global, siç thot profesori? Ne aktualisht në fakt po fokusohemi edhe në atë term që ne e quajmë sipërmarrje me impakt, që deri më tani është parë në mënyrë pak të vagurt, le të themi, apo pak të zbehtë. Dhe kur themi impakt, se normalisht kuptojmë gjithmonë impakt social, patjetër që është impakt social, por është impakt edhe mjedisor. Dhe vetë bizneset shohin tani më, ndoshta edhe për shkak të asaj që edhe profesori tha, të aderimit në BE dhe për shkak të parafrimit me legjislacionet e BE-s, edhe vetë bizneset sipërmarrësit i shohin të orientuar drejt krijimit të modeleve të biznesit dhe të ofrimit të produkteve, shërbimeve të cilat kanë një impakt social, që është edhe fokusi jonë në sipërmarrjen sociale, por patjetër impakt mjedisor për të ruajtur së paku burimet natyrore të cilat janë aty ose për të mos shkaktuar ndikime negative në mjedis. Dhe kemi vënë edhe nëpërmjet iniciativave që ne kemi mbështetur, që fokusi edhe i bizneseve është tashmë i orientuar edhe në këtë mënyrë, duke ofruar disa zgjidhje të cilat merren me pjesën e mos ndotjes së mjedisit, mos përdorimit në masë të madhe të burimeve të cilat janë në dispozicion dhe janë burime natyrore dhe patjetër të krijimit të impaktit pozitiv. Ka një qasje ndoshta edhe për shkak se financimi tashmë edhe nga Bashkimi Evropian po hidhet drejt këtyre iniciativave, drejt këtyre sipërmarrjeve, të cilat krijojnë impakt. Dhe si të tilla, të duhet që për të përfituar prej tyre edhe bizneset tona të përmbushin një sër kriterësh të cilat shkojnë në të njëjtën kohë dhe janë hap pas hapi duke ndjekur pikërisht
pikërisht këtë model, këtë ndikim. Më duhet që të kaloj edhe në një fokus tjetër dhe mund të kemi pyetjet përbashkët për të gjithë ju, po nis me Lorencin që ka të bëjë me turizmin. Lorenc, edhe në pjesëmarrjen që bën ti në studio të ndryshme, keni folur për turizmin, për fluksin e madh të turistëve në Shqipëri, për numrin e lartë të tyre, qofshin këta shqiptarë që vinë në Shqipëri apo qoftë edhe tuaj, të cilët do e mos pëlqejnë. Ju e keni parë që e pëlqejnë Shqipërinë dhe numri i tyre është një rritje dinamike. Mua më shqetëson pjesa që lidhet si përballet ekonomia shqiptare me pasojat mjedisore dhe veçanërisht sociale që vijnë nga kjo rritje e shpejtë. Më duket që është rritje e shpejtë, po të kem parasysh dinamikën. Këtu është edhe problematika, domethënë e rritjes, sepse rritja e shpejtë dhe me numra të mëdhenj në një farë mënyrë kthehet edhe kundër produktive, në një bumerang. Ju e përmendën në fakt që ekologjia është ekonomi, mbrojtja e mjedisit duhet të jetë parsorë dhe pikërisht kjo shikohet në sektorin e turizmit, sepse pikërisht turistët nuk vinë për gjë tjetër në Shqipëri vetëm për malet, për natyrën, për ujin, për këto bukuri. Dhe nëse ne nuk do arrim të menaxhojmë rritjen e këtij fluksi me kujdesin në këtë drejtim, shumë shpejt do shikojmë që Bregdeti do jetë i ndotur, ujërat nuk do të jenë më të tilla dhe gjithçka tjetër. Prandaj duhet pikërisht të lëvizim në kohë në këtë drejtim. Duhet tani më ne nuk duhet të synojmë për shembull për ndërtimin e infrastrukturave hoteliere, aq shumë se sa ndërtimin e infrastrukturës, së rrjetit të energjisë, rrjetit të mbetjeve urbane, të menaxhimit mbetjeve, të ujit edhe gjithçka tjetër dhe pikërisht mbi të ndërtohet pastaj edhe gjithë infrastrukturat e tjera. Duhet të synohet në të gjithë drejtimet e tjera, duhet të ndërtohet një lloj partneriteti në një farë mënyre midis investitorëve dhe autoriteteve publike në mënyrë që ne ta kthejmë Shqipërinë nga turizmi i lirë, i egër që kemi synuar deri tani në një turizëm të klasit botëror dhe të tërheqim turist pra që me vërtet vlerësojnë Mezeun që është një pasuri e veçantë. Por, keni një koment për këtë, sepse dhe lidhet me të drejtën dhe me projektet tuaja. Në fakt, unë nuk jam as ekonomist as politikan, po duhet kapja pak, duke qenë si project manager, kemi qef që këtë analizën e riskut. Dhe unë shoh 4 rreziqe të mëdha nëse Shqipëria, ose më saktë, a bën ky model për ne, e tha dhe profesori shumë qartë që ne do të ndjekim Bashkimin Evropian, pra kemi marrëveshje, kemi triti, domethënë se marrëveshjen për energjinë e gjelbër, gjithë legislacioni që është i Bashkimit Evropian. Një kandidat për të hyrë aty, kështu që nuk është se ama nga ana tjetër, duke qenë se jemi të gjithë jetojmë këtu, e tha dhe Lorenci, pra unë shoh 4 gjëra kryesore do të bëj shumë shkurt. E para është pikërisht ndërtimi i pa kontrolluar i Bregdetit. Pra prishja e këtij ekosistemi i Bregdetit është një që do të shikojmë ka filluar tashmë, sepse e dim se çfarë po ndodh gjithandej dhe kjo duhet tash nuk e di duhet stopuar apo duhet menduar ndryshe, po jo me këto të akomodime të mëdha të këtij po me ato që quhen eko, le të themi, hotele apo akomodime që sidomos ndoshta paketa e maleve mund të ketë diçka më shumë rreth këtij koncepti. E dyta që shoh unë është pjesa që profesori tha shumë qartë, pjesa e lumeve. Ajo e famshmja strategji e Shqipërisë numri 1 energjisë, të prodhimit të energjisë ka shkatruar jo pak. Fati jonë domethënë që të patëm tani Vjosa, parku i Vjosës u shpall park nacional, apo dhe Palman, Valbon akoma se kemi sot probleme me hidrocentralet. Unë di që kemi leje të marra nga 2005 në 2012 që akoma nuk janë zhvilluar, pse? Për shkak të mostrojnës dakordësi të banorëve të zonës edhe janë akoma në përgjigje që nuk vazhdojnë. Pra të gjitha këto kanë bërë domethënë që pastaj u rikthyem e lam këtë pjesën e hidrocentraleve dhe u morëm me pjesën e energjisë inovueshme. Era është çik mbrapa sepse është çik e vështirë. Shqipëria mund ta ketë ose në Bregdet ose në hapësirat larta malore ku është shumë vështirë për t'i ndërtuar, kërkon shumë kosto të mëdha. Dhe jemi ke solari, i cili është çik si më i thjeshtë. Por ama dhe ke solari duhet bërë që ta profesori, pra tashmë ne akoma s'kemi filluar agri solar, pra domethënë që ti të bërë solar pa ama poshtë kesh. Po fat ato ku kemi bërë ne edhe ne janë toka që nuk janë toka bujqësore, nuk janë toka që mbillet. E treta që them është pastaj dhe pjesa e zbatimit rigoros të legjislacionit, pra governance, pra pjesa e qeverisjes lokale, me gjithë projektet që bëjmë, me gjithë paratë që harxhohen nga shteti, pra mbetemi ke njerëzit lokal dhe aty është një punë e madhe që takon kryesuesve, pra kryetarëve të bashkive për të bërë këtë punën që të ruajë këtë lloj ekosistemi. Që mos e zgjatëm dhe e katra pastaj është pjesa e depopullimit rural që domethënë sot lart në Theth apo në Valbon domethënë nuk ke më njerëz, shërbimet janë zvogluar tashmë.
Pra janë këto kata që, domethënë dhe pavarësisht ka strategji qeveria, por duke qenë se ka punuar edhe në shtet për shumë vite në dy sektorë, të aviacioni dhe gazit, ka goxha letra, po marr për shumë masterplanin e gazit, që është bë një 2000 me tujet, po pastaj po ty shikosh ta marrësh domethënë KPI që ka pas për të parë, pastaj është një histori tjetër që s'po im asaj. Por këto është ajo që desha më thonë unë patën lidhje me këtë model që Në vim të asaj që thotë Ardi, profesor, kemi inflacion, projektesh kemi inflacion strategjisht, pra strategji e turizmit janë një 6 që mbajmë tonë. Po nuk e di nëse kemi ndonjë model që duhet ta ndjekim ose nëse duhet të përshtatemi me kushtet konkrete për të respektuar pikërisht ekonominë e gjelbër për këto përvojë që vijnë, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë edhe nga Kina. Çfarë mund të bëhet më shumë? Turizmi është ndruar në një sektor prioritar, praktikisht ne mund të quhemi tashmë si një vend ekonomikisht i varur nga turizmi, dhe tu flas jo thjesht për strukturat hoteliere, por edhe para hoteliere, Airbnb, apartamente, dhoma tjerë të banorëve, kështu që kjo në një farë mënyrë ka të mirën e vet sepse e kapilarizon, po themi, përfitimin edhe te komunitetet lokale, gjë që mund të bëjë mundur frenimin e këtij migrimi, erozionit të popullsisë rurale dhe mbajtjen e banorëve aty. Turizmi praktikisht ka një impakt jo të vogël në mjedis dhe duke bashkëndarë ato që thanë kolegët, duhet të theksoj faktin e mbrojtjes së ujrave nga ujrat e përdorur të hotelerisë. Unë personalisht edhe me kolegë tjerë kemi lobuar për këtë që po bëhet tani që strukturat hoteliere që janë jashtë rrjeteve të kanalizimeve të mbajnë përgjegjës për menaxhimin e ujrave të përdorura dhe natyrisht aty të jenë detyruar që të instalohen. E shikoj si një më shumë si retorik, sepse në praktik një shumë raste ku kjo nuk funksionon. Pavarësisht se detyrimi është vendosur atje dhe kjo mund të jetë, për shembull, me që vim aty, një mundësi shumë e mirë për teknologjinë kineze për të futur në Shqipëri. Pra, të gjitha hotelet, sado të vogla të mëdha, nëse janë jashtë rrjeteve të kanalizimit, duhet të kenë rrjetin e tyre të përpunimit të ujrave të përdorura, dhe që është praktikisht një investim që nuk i kalon më shumë se sa 1%, 2% të investimit të tyre dhe në rastin më të madh, dhe kështu që është shumë e rëndësishme. Dhe e dyta është dimensioni social. Shpeshherë ose pothuajse gjithmonë strukturat e mëdha hoteliere dalin e shikojnë veten si pa lidhje me kontekstin social përkatës. Ndërkohë që ato vlera mjedisore janë praktikisht vlera komunitare. Pra janë vlera që janë ruajtur nga një komunitet që ka jetuar aty 2000-3000 vjet. Dhe nëse shikon komunitetin thjesht si një ndoshta edhe si pengesë ose si diçka me cilën nuk ke lidhje fare, kjo është një strategji që nuk çon larg. Dhe që duhet ndryshuar qasja duke përfshirë atë përgjegjësinë sociale të bizneseve të mëdha e tjerë. Pra strategjia është e qartë pavarësisht atyre që thej që ke shumë drejt, letra prodhojnë vazhdimisht, pse kur vjen problemi tek zbatimi, çalojmë në rezultate dhe kjo na sjell pastaj nevojën për të kthyer prapë. Dhe problemi tjetër i turizmit janë mbetjet. Për sa kohë ne në Shqipëri nuk kemi një mekanizëm, po themi mbarkombëtar, që po diskutohet tani të trajtimit mbetjeve, po kemi vajtur tek qasja teknocentrike e incineratorëve, pa futur elementin e riciklimit, të ndarjes e tjerë dhe më radhë. Atëherë ne këtu jemi përpara një mini bombe ekologjike me sahat. Pra mbetjet urbane veçanërisht në sezon. Të bëj një pyetje të shkurtër për një përgjigje të shkurtër të gjithë ftuarët mi. Pse na duhet zhvillimi i gjelbër? Na duhet për të çuar para dhe për të parë zhvillimin në zona më të vogla komunitare, të cilat do ndikojnë patjetër në zhvillimin dhe do kenë një efekt më të madh pastaj edhe në gjithë vendin. Lorenci?
Tani domethënë edhe siç u diskutua, zhvillimi qëndrueshëm është kryefjala i çdo vendi dhe Shqipëria ka resurset natyrore dhe veçanërisht mund të jetë konkurrues pikërisht në këtë drejtim, në turizmin që e përmendëm, në prodhimin, në riciklimin, në kujdesin që duhet të kemi, pra pikërisht sepse jemi një vend që për të ruajtur një ekuilibër kemi nevojë pikërisht ruajtjen e këtij ekuilibri. Arcani. Profesori tha që parë, pra ruajtja e balancës ndërmjet zhvillimit ekonomik dhe ekologjisë, pra duhet mbajtur patjetër, edhe sepse pastaj do jemi në një vend në një pikë të pakthyeshme që nuk e dimë si do zgjidhet, pra duhet që të ndërgjegjësohen të gjitha palët, janë shumë mirë projekte që kanë me bizneset, por ama ajo që thash dhe duhet ta përsëris, domethënë sot ne shikojmë për shembull në Francë, shikon kryetar bashkish që janë aty në përmbytje, pra që din me detaje se ku futet uji, ku del uji, pra këto që detaje që profesori tha në aspektin e menaxhimit të ujit përdor apo dhe menaxhimit të mbetjeve, kjo është primare dhe kjo nuk fillon nga kjo, nga aja, pastaj gjithçka tjetër është pastaj teori, domethënë në gjykimin tim. Ta mbyllim me profesor doktor Romeo Anxhalin. Zhvillimi qëndrueshëm është lançuar si koncept në vijim të pësimit që kanë patur vendet evropiane. Pra, në Gjermani në vitet 70 uji lumit ishte mëzi se sa ç'është lana tani. Lument, e mdhenj. Kështu që ata ishin të detyruar që të shikonin se ku çalon puna, dhe puna çalon pikërisht te fakti nëse vëm ekonominë në qendër të gjithçkaje. Nëse konsiderojmë edhe natyrën biznes, ai është gabim. Nuk është biznes natyra. Natyra është parakusht për biznesin. Pra, fora thash natyrën përgjithësisht. Kështu që të tre këta element që bëjnë atë që quhet zhvillimi qëndrueshëm, edhe komponenti social që bashkëndam me kolegën, edhe komponenti ekonomik dhe komponenti mjedisor janë bashk, nuk rrethon njëri tjetrin, por janë koncentrik, janë rreth bashkëprerës, si mund të thënë, dakord? Pra nuk janë në qendër. Dhe objektivat që përmendi kolegja, që janë objektivat të cilat bashkëndahen tani nga gjitha shtetet e botës, që është hera e parë në histori. Objektivat 2030 të zhvillimit qëndrueshëm, të 17 objektivat janë të aprovuara nga të gjitha vendet, pavarësisht nga statusi, feja, gjendja ekonomike etj. Kështu që zhvillimi qëndrueshëm është gjithçka që ne duhet të bëjmë, nuk është aneks. Është thelbi. Në këto minuta që kishim në dispozicion, unë përpoqja që të fokusohem tek ajo që e titullova dhe emisionin, zhvillimi i gjelbërt tani është koha. Por sigurisht që ka kohë gjithmonë, por tani është koha që edhe në Shqipëri të mendohet si kundër mendohet edhe në shtetet të përporoara të botës. Do e mos që ka shumë çështje që mund të flitet, ka shumë probleme, me kaq kohë është e pamundur që t'i zavurosh edhe t'i trajtosh të gjitha, po ishte kënaqësi që dëgjova grupin e ekspertëve të ftuar sot që folën mbi bazën e përvojave të tyre dhe mbi bazën e atyre që njohin në të gjitha shtetet ku realisht ka një dukuri të ndjeshme, një ecuri të ndjeshme që lidhet pikërisht me ekonominë e gjelbër. Do të kemi rast që të shohim edhe të debatojmë edhe në emisione të tjera që lidhen pikërisht me këtë fokus, me këtë strategji, po them, apo me këtë koncept, siç është edhe koncepti i dy maleve i Kinës apo konceptet e tjera që lidhen me ekonominë e gjelbër dhe me zhvillimin e kësaj ekonomie si pjesë e ekonomisë qëndrueshme, dhe ato do ta lejmë për radhë të tjera. Unë jam i kënaqur që të falenderoj profesor doktor Romeo Anxhalin, që ishte pjesë e këtij emisioni, menaxheren Alisa Mustafa, Dr. Lorenzo Gordanin dhe Ardian Çanin, drejtori i projekteve të energjisë së rinovshme. Faleminderit dhe mirë se të vini në emisione të tjera. Faleminderit.